Më ndjen që këti misioni që i kam hyrë do shkoj deri në fund. Disa mendojnë se ti je një pikë ujë në oqean, disa mendojnë se nuk vjen me i lule pranvera, disa mendojnë se nuk kësaj situate në Shqipëri nuk mund t'i dilet asnjëherë. S'ka gjë, fare pak, një hap, një luftë, një betejë, një njeri që ndihmohet, një njeri që ngrihet në këmbë e tjerë, mjafton. Tek e fundit nuk jemi të përjetshëm. Tek e fundit secili nga ne 2 metra vend hapësirë do marrin. Duke qenë se unë besoj edhe në Zot, edhe një nga arsyet edhe e asajt barrierës që kanë vendosur ndaj asajt keqes, të korruptuarit, të dhënurit para, se është më mirë të marrësh para sipas tyre dhe mos flasësh se sa të flasësh dhe mos marrësh asnjë gjë. E të tjerë kam këtë besimin në Zot. Mendoj se jeta e njeriut nuk mbyllet vetëm me vdekjen e fizikes, por ka edhe atë pjesën shpirtërore që mendoj se gjithsecili nga ne një moment caktuar do jap llogarisë. Në botë kuptimin tim nuk mundet dot që çfarë do ti të bësh në këtë botë, si kundër të mirën dhe të keqen, të mos mbetet më pas pa vlerësuar ose pa shkuar në fund pastaj që ke bërë mirë, ke bërë keq, si e ke bërë, i ke hyrë dikujt në hak apo jo. Kjo është botë kuptimi im dhe mënyra se si kam vendosur ta jetoj jetën. Po kjo ka të bëjë më shumë me profesionin e gazetarisë që ka shtyrë më shumë gazetaria, apo vetë personaliteti yt, karakteri yt dhe ky besimi që ke ti në vetvete? Shiko, mendoj se unë nuk e njihja gazetarin përpara, por teksa kthehem në kohë, një tillë kam qenë, nuk e kam pranuar asnjëherë pa drejtësinë, e kam kundërshtuar edhe pse zëri im ndoshta atëherë nuk ka pasur peshën e asgjëje, por në atë rrethin tim, në atë habitatin tim, kam mundur për të mos pranuar atë që mua më zhdukur pa drejtësi, edhe pse në disa momente edhe me kosto, pa qenë gazetari. Flas në kohën përpara se të isha një student i gazetarisë. Kush është Osman Stafa jashtë kamerave? Shiko, jashtë kamerave, mendoj se jam i njëjti, sepse gjithmonë për shembull në optikën time mendoja si mundet një njeri të bëj keq për shembull. Si mundet një njeri të jetë me dy fytyra. Si mundet një njeri të korruptohet dhe me paratë që merr, pra ato paratë që do duhet shkonin e zëm për ilaçet, do duhet shkonin për fëmijët jetim, që duhet shkonin për protezat e tjerë, ti i vjedh. Pra si e bën gjumin e qetë. Pra unë gjumin e qetë e bëj edhe për çfarë bëj në gazetari, edhe çfarë bëj pas gazetarisë. Pra si Osman jashtë këtij profesioni që ka jetën e tij, ka familjen e tij, ka shoqërinë e tij e të tjerë. Pra mendoj se jam i qetë në këtë aspekt sepse nuk i kam hyrë në hak kujt në mënyrë që nuk e di, ti bëj keq, ti them një të pavërtet apo të tjera si këto. Jam i qetë, e bëj gjumin e qetë dhe beso ato shtator që fle goxha mirë. I flega shtator. Po tjetër, se ndryshe nuk e do të energjit përballesh edhe me spitalet, përballesh edhe me punën tënde që patjetër do duhet të punosh, të merresh edhe me njerëz jashtë punës, të cilët kërkojnë ndihmën tënde për gjëra nga më të ndryshmet, si shëndetësi, si në aspektet e tjera, do duhet të kesh energji që të mbledhësh tapa, do duhet të kesh energji të shpërndash dhurata dhe të mbledhësh gjitha këto projekte që ke nisur. Jo, këto i kam të mijat, në kuptimin me bashkë me grupin që jam pjesë tek të dyja, po si iniciative që i kam nisur, patjetër i çoj përpara me grupin, të cilët janë gjithë aty bashkë duke sakrifikuar nga koha e tyre për nisma të cilat ndikojnë tek jeta e disa njerëzve të tjerë të cilët janë pa shpresë, të pamundësi, nuk kanë dot një protezë, nuk kanë një karrige me rrota, nuk e blejnë dot, nuk e sigurojnë dot. E prandaj jemi këtu, mbledhim tapa, ti shesim, bëjmë para dhe me ato lek të blejmë protezat dhe karrige me rrota. Imagjino sikur ky shtet të ishte 100% i saktë dhe i drejtë dhe shpërblyes për atë siç ka duhet t'i kthej, domethënë qytetarëve të vet popullit të tij. Dhe çfarë mund të kishe ti një mision tjetër, çfarë mund bëje diçka tjetër ti, nëse ky shtet do të ishte 100% i përpikt në kthimin e asaj siç ka merr nga ky shtet. Po shiko, ky shtet nuk e ka mendjen fare tek nevoja që ka njeriu, që ke ti dhe unë bashk, apo familjarët tanë, rrethi jonë shoqëror, ore gjithë shqiptarët. Sepse bazat kryesore të një shteti janë arsimi, shëndetësia dhe siguria. Pa këto ti je bosh. A është arsimi sot në nivelin e duhur? Pra unë po të them që jam marrë dhe me shkollat, me shpërndarjen e dhuratave që bëjnë çdo fund vit,
Përveç dy se hakat ka më të një rëndësishme, shpopullim të arsimim dhe frikshëm, shëndetësim, po. ka një shpopullim vërtet frikshëm, niveli i arsimtarëve, niveli i fëmijëve që vinë realisht lë shumë për dëshiruar. Nga ana tjetër ti ke sigurinë, ty të janë bërë grupet kriminale herojtë të rinjve. Pra filani, por çikosh TikTokun, që shikon për plaset e grupeve janë bërë modele për shoqërinë. Dhe kjo është të ulurasësh, sepse modeli nuk është ai individi i cili merr një armë apo bën lekun e shpejt, apo shet, po patjetër që po, dhe nivelit e edukimit. Shiko, si është i qëllimt kjo, është sistem që duhet ta çojë në këtë pikë. Unë mendoj se është e qëllimt për shkakun se nëse shteti do të vendosi disa, nuk e di, qëllime në vetvete që unë kam arsimin, kam shëndetësinë, kam sigurinë e tjerë, punon për to, çon para, i rrit rrogat mësuesve, vendos që ata të cilët kanë një mesatare goxha të dobët mos shkojnë për mësuesi, se një që mbaron me 5 me 6 nuk mund të mësoj dot fëmijët nesër, sepse ai gjatë kohës që ka qenë zënë, student e tjerë, ka treguar që nuk është i aftë për ta bërë këtë gjë. Pra atij i jepin një shkollë që të jetë një profesionale. Pastaj vim tek shëndetësia, domethënë ti mund të shkosh sot në spital Altin me një goditje në kokë, sikundër dhe unë, ose një familjarë tan, nuk merr dot trajtim, sepse trombektomia nuk jepet si shërbim. Hajt ku tikim jashtë, ku gjejmë tani ne edhe kur s'kemi para, edhe kur s'kemi, nuk e di, nuk kemi një punë, edhe kur gjërat na ecin ters, themi një gjë, kemi shëndetin. Po si do e kemi shëndetin nëse ti shkon në spital me goditje në kokë, dhe trombektomia është një procedurë e cila bëhet për gjysore apo një orë maksimumi, nëse do bëhej në shtet dhe shpëton jetë. Ndërkohë ti je përpara presionit se duhet ta bësh të ndërhyrje brenda 6 orëve dhe duhet të kesh 30.000 euro për të shkuar tek privati. Pra, si do ja bësh ti kësaj? Prandaj unë them që shteti i ka lënë këto sektor dhe i ka përqendruar dërgimin e parave të shqiptarëve, për shembull tek Kopshti i Eden. A di ti Altin çfarë është Kopshti i Eden? Është një kopsht me ide shfrenuara të kryeministrit tonë. Pra, është ai që ka te kryeministria apo? Po, u ngrit një ditë kryeministri Rama dhe tha, këtu ke kryeministria, thotë, unë do bëj një kopsht. Ku ti shërben se ajo është edhe izoluar. Kopshti i Eden është kopshti i parajsës. Disa kate dhe ka marrë dhe pesh japonez aty. Dhe ajo na ka kushtuar 4.3 milion euro. 4.3 milion euro. Pra 4.3 milion euro nga parat tona i ka çuar kryeministri për të ndërtuar një kopsht Eden, sepse kështu ja than hormonet atij një ditë saktuar. Pra pse parat tona do duhet shkojnë për kopshtin Eden? Çfarë vlerë publike? Si na kthehet neve kopshti Eden? Vetëm që i shkon kryeministri ditën e ky shpenzim që ka bërë është përgjegjësi. Po patjetër. Po ti parat tona po i çon për rusha kumlla, sepse unë të thash kopshtin Eden. Por ti më pas ke këto palmat i mban mend te rruga Tiranë-Durrës, ikën palmat u mbollën pisha. E di sa është kosta e këtyre që i ka kushtuar parave tonë, pra taksave tona, 8 milion euro. Pra 8 milion euro na shkuan palma dhe pisha, të cilat në fund fare u hoqën sepse do zgjeroi rruga. Palma, se kjo ka qenë vitet e para të pushtetit. Po patjetër, për që nisi atëherë, pra janë harruar, po sa janë harruar si këto. Pastaj ti merr Tigri 1 dhe Tigrin 3 atje, këto që do prodhonin energji. Ato na kanë vajtur 60 milion, po patjetër. Po ti ke inceneratorët, ka nisur qeveria tani thotë të bëj landfill-de, sepse ka dështuar me inceneratorët, por kanë qenë miliona euro, flitet 400 milion euro. Pra, pastaj ti ke rrugët, me shiun e parë të shemben rrugët janë para tona, pra ne bëjmë rrugë me cilësinë e Zvicrës, sepse domethënë kostoja që ka ajo rrugës sikur po e bën atje në Zvicër. Dhe me shiun e parë, ty ajo rrugë të shembet, ke Qukës qaflloç, ke rrugë të tjera. Dhe ato kalat që kim pas bërë dikur në det ne, domethënë edhe dallga e parë nuk e shemte. Po, tani e shem shiu. Pra, ti kupton që parat janë dhe këtë duhet kuptojnë njerëzit në Shqipëri. Se parat janë, taksat na merren.